Ansambli kulturor Lakmos nga Janina e Greqisë është ndalur për të vizituar qytetin e Korçës. Grupi u shoqërua nga koordinatori i Qendrës së Artit dhe Kulturës, Aleks Suljoti, duke u ndalur në disa prej institucioneve kryesore të artit dhe kulturës, por dhe për t'i njohur me arkitekturën e veçantë që ka qyteti. Vim nga Janina dhe vizitojmë Korçën për herë të parë. Ky qytet ka një arkitekturë të mrekullueshme, e mund të them se ngjan edhe me Janinën. Na duket një qytet shumë i bukur. Zgjodhëm të vizitojmë Korçën pasi kemi dëgjuar se është djepi i kulturës dhe në Greqi po bëhet një fushat informuese mbi kulturën që ka ky vend dhe tham pse të mos e shohim nga afër. Ne vizituam shkollën e parë shqipe, Muzeun e Arsimit Kombëtar. Vizituam katedralen dhe mitropolinë e qytetit, e cila është në rikonstruksion dhe do të vazhdojmë edhe më tej vizitën tonë. Do shijojmë edhe kulinarin për të cilën gjithashtu na është thënë se është shumë e mirë. Ishim 54 antar të ansamblit që u bashkuan kësaj vizite në Korçë, ndërkohë juglindja e vendit vijon të ngelet një ndër destinacionet e preferuara për turistët e vizitorët për të kaluar fundjavat.